Amerika po vendos më shumë aeroplan luftarak në lindjen e mesme në një demonstrim force, ndërsa tensionet po përshkallëzohen dhe spekulimet rreth një sulmi të mundshëm amerikan ndaj Iranit vazhdojnë. Sipas Sky News, fotografitë dhe të dhënat e gjurmimit të fluturimeve tregojnë aeroplan luftarak F-35 dhe aeroplan furnizues që lëvizin drejt rajonit, si dhe caktimin e detyrës së një transportuesi aeroplanësh, duke ofruar mundësi në rast se presidenti Donald Trump vendos të ndërhyjë në konflikt. Por një aeroplan i veçantë që nuk është parë ende, bombarduesi fshetë B-2, pse Amerika po lëviz më shumë aeroplan drejt lindjes së mesme. Po jep atyre mundësinë, thot analisti ushtarak Michelle Clark. Ata kanë 4 lloje aeroplanësh, duke përfshirë aeroplan luftarak, interceptor dhe bombardues luftarak në të gjithë rajonin. Ardhjet e reja mund të shpërndahen rreth disa bazave ushtarake ekzistuese që SBA-t kanë në rajon në Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajt dhe Arabinë Saudite. Më shumë është më mirë dhe gjithashtu është një demonstrim force, ka shtuar Clark. Ka një element politik pas kësaj për të treguar iranianëve se çfarë mund të bëjnë, por edhe aleatëve të tjerë. Në një analizë të Sky News dhe gjitha të dhënat në gjurmimin e fluturimit tregon se më shumë se 30 aeroplan ushtarak amerikan kanë qenë aktiv mbi pjesën e Europës dhe delet mesdhe gjatë 3 ditëve të fundit. Këto përfshin aeroplan të përdorur për zbulim, furnizime me karburant në ajër, si dhe transportim madrash. Madje një regjistrim i kontrollit të trafikut ajror nga SBA-ja sugjeron se F-22 raport po dërgohet për te Atlantikut. 2 cisterna furnizimi me karburant janë të dukshme nga të dhënat e gjurmimit të fluturimit, që largohen nga bregu lindor i SBA-s, me shumë mundësi duke shoqëruar aeroplanet luftarak të fshehtë, ndërkohë në imazhet e marra nga fotografi Glenn Lukotek, 3 cisterna ajrore amerikane u pan duke fluturuar mbi Anglinë, secili i shoqëruar nga 4 aeroplan F-35. Sekretari i mbrojtjes i SBA-s Peter Hegseth theksoi se vendosja e më shumë aeroplanëve ishte natyrës mbrojtëse, pasi Washingtoni kërkon të mbrojë forcat e tij në rajon. Aeroplanet luftarak janë përdorur për të rrëzuar dronë dhe raketa në të kaluarën. Amerika tashmë ka një forcë të konsiderueshme në lindjen e mesme, me gati 40.000 trupa, si dhe sistem mbrojtje ajrore, aeroplan dhe anije luftarake. Por ndërsa konflikti midis Izraelit dhe Iranit vazhdon dhe presidenti Donald Trump vazhdon të bëjë kërcënime kundër Teheranit, është e mundur që opsione të shumta mund të jenë në tryezë për ndërhyrje.